Një drejtor 4 vjet e ka jetën më luksoze se sa mu që kom 35 vjet që dalë mjes dhe ikin darkë. Drejtorokracia, ta thash. Një njeri i Jo, korruptum. jo, një sekond. Jo, një sekond tu, se ka dhe një element shumë interesant që më ka bërë mu përshtypje. Jo, si logjik, ka dhe një element shumë interesant, që ai drejtori më shikon mua atje në restorant duke Dhe nga lart poshtë. Jo vetëm nga lart poshtë, po thot si që ka dhe faturën atje, e ka muna të faturën. Tashi, të lutem ta mbaroj. Unë i kom pa njerëzit hyn drejtor. Gjën e parë që bëjnë blejnë makinë. Gjën e dytë i shohën për Facebook që qitë premten që ikin Milano, në Rom, Selanik, në Turqi, Istanbul, duke prish me foto. Këtë punë shoh me politikanët, janë zbej që si duhet i keni rafka politikanët që qiqin foto, po drejtorat i kena lanë për Facebook. Tashi çano. Unë nuk e kom atjetë, më jam Gjergj Luca. Kom gjitha njerëz në punë. O Gjergj, nuk e kam. Ta maroj. Tashi në perceptimin e njerëzve. O shqiktat administratës, edhe unë jam një nga njerëzit që kam ulërit më shumë. Kanë vjedh shumë lek më rjon. Dhe i kanë morë këta për hajni. Po mirë më vllajim, pse i ma mren ata ti kote bo show, se ti i ke morë për ato lek? Pse nuk ja sekuestro këto vila, këto lek, këto prallë, pse? Po sekuestrohen. Pse? Tani jo, një Ore t'ja sekestrojnë, ore po i hoqe lekët tyne, dhe po i hoqe këtyne pushtetin, edhe dashnoret si në konë mos e po i hoqe lekët s'kan dashnore, mo? E njefaj. Ta marun. Doli në fushën e vedej. Doli ke modeli. Po them, ju mos i njefaj një dy modele, që po i hoqe lekët, po i hoqe dhe ato, mbarun vdiqen, dhe është mua beti kopë.